është do të kthena pak mrapa. Në moshën 12-13 vjeçore kom qenë Shegërt Shevqet Malazogu, Rrobaqesi i njoftën për ndryshe gjyshi i Ernest Malazogut. Aktorit ton, po. Po, aktorit ton të njoftën. Edhe një vjet e diçka unë kom net, me to kom shiku se më ka intrigu, qysh po prejnë teshat, për para s'ka pas i garderobë, kështu me ble, kretë kanë prej, kanë shku në për Rrobaqepsi. E pse po e përmeni këtë detaj? Kur kom qenë si student në dekt kirurgjike, kom të regu një afinitet, caktum, protokollet që e kiti, si kime vepru, po do të me pas edhe pak edhe estetik kur ta punon. I ke fjallën tash këtë ras për qepjen, doktor. Për qepjen, po, për qepjen e ka. Kjo është analogjia e tregimit. Po du me bo një analogji. Edhe kur vi në spital të Prizrenit, doktor Hidayet Lutfiu i tash i ndjeri, unë e durët i kom pas sikur pogaqe. Nga goditjet e doktor Hidayet, se ki bo mirë, ktheu prap. Se ki bo mirë, ktheu prap. E tash kur i kom bashku gjitha këto, kur kom shku në specializim, kom qenë në grupin e profesorit Zyvria Kandiq, kirurg abdominal që ka qenë me renome, edhe në operacionin e parë, më thot mu, a din me punu? A më lejoni? Edhe kur më ka pa, edhe qysh i ka pa si instrumentet e veta, kusht ka thonë për ty në mjekësit përgjithshme me hartin specializim.